Teksa jam këtu në një lëndim të bukur, po mendoja. Shkuan në hapësirë Katy Perry dhe me atë, le themi, atë raketën e shpejt, bën 100 kilometra në 11 minuta dhe u kthyen. Mirë, po ka disa gjëra që disa edhe nuk i kuptojnë. Për të arritur tek anija spaciale internacionale ISS, duen të paktën 10 orë. Këtë nuk e them unë, po e thot vetë shkenca. Për të arritur deri tek anija spaciale 10 orë. Po ka një problem. Anija spaciale ISS internacionale gjendet në 400 kilometra lart në hapësirë. Tani më thoni, si arritën këta në 11 minuta të shkojnë në hapësirë në 104 kilometra dhe të kthehen sërish? Wow! Tani, ndoshta kanë gjetur në një magjistar tjetër për të bërë në një truk që të talën me njerëzit, po nuk e di. Shikoni, është vërtet e çuditshme se si gënjehet ndonjëherë populli deri që mori. Shiko, unë nuk dua të jem polemik, por dua ta diskutoj me ju këtë temë sepse është vërtet për të ardhur keq që në vitin 2025 të tallen në këtë formë. Bezos ndoshta kishte ide të tjera, ndoshta ka patur ndërmend që të bëjë ndonjë publicitet për të marrë të ardhura financiare, por nuk mund t'ja hedh popullit ata që kuptojnë me të vërtetë disa gjëra. Pra, më thoni se si mund të shkojë deri në hapësirë një raket në 11 minuta, të shkojë dhe të kthehet, kur ne kemi probleme të rënda që të ngjitemi edhe të kalojmë te hapësirës për të kaluar barierën Karman. Dhe këta me 3700 km/h pas kanë vajtur në orbit, pra shkuan 104 km sipër dhe erdhën prap me 11 minuta. Dhe për fat, dhe ato flokët e tyre, pra të vajzave që u ngjitën atje, nuk u shpupuritën. Ishin eksakt si edhe u nisën. Dhe e tjetra ishte që mënyra se si rrinin gjasme atje në ajër, ishte kaq bukur, sikur të ishin në det. Ose ndoshta në një pishinë me ujë, ku i dihet. Dhe ajo që është për të qeshur, po ta shikoni videon, shikojeni mirë videon, përpara se të hapesh telekamera, sepse ishte live në momenti, dikush hapi derën, bëri gabim se hapi përpara nga brenda. Pastaj shkoi dikush nga jashtë edhe e mbylli, duke sikur është prej kartoni ajo kartë. Nëse unë e thash shu sepse ja fut kot tani, edhe gjoja shkoi ai Bezos që e sforcoi derën që të hapte tek ajo pjesa që solli sërish vajzat në tokë. Dhe unë gjendem këtu në lëndin, edhe kur Katy Perry mori atë margaritarin që çoi sipër, si punë këtyre këtu. E mori, sa bukur. E çoi në hapësirë, nuk u tha margaritari, sepse në hapësirë nuk thahet asnjë lloj bime. Edhe për më tepër nuk u vysh fare, se kaluan 11 minuta, jo për gjë. Dhe e solli sërish ajo, kur doli nga anija, sapo e kishte sjell, nxori atë margaritarin. Ishte komplet kështu, ja dha si ky. E mora dhe unë se si tjetë, mase shkoj në hën me këtë margaritarin, ku i tjetë. Zoti madh, pse tallen në këtë formë ndryshimori. Turpi madh. Megjithatë, mes nesh ka padyshim edhe shumë ekspert që nuk diskutohet, disa dhe kanë dhe grada, dhe do dëshiroja një koment. Një koment nga ekspertët, sepse kjo është për ta diskutuar. Shpeshherë shikoj disa dhe komentues që janë të informuar dhe unë do dëshiroja një koment. Pra, këto vajzat, Katy Perry me këtë gruan e Bezos dhe Bezos që lëshoi këtë raketën në hapësirë, këta shkuan me 11 minuta, shkuan në hapësirë dhe erdhën dhe përshkuan atë linjën Karman me 3700 km/h që duhet dhe si përfundim duhet që ne na duhet të paktën
rreth 10 orë për të arritur tek anija kozmike internacionale ISS që gjendet 400 kilometra sipër. Pra 400, ta bën 100 kilometra, ose më mirë 100 e ca kilometra, në 11 minuta. Tani më thoni se çfarë përdorën këta, do kenë përdorur ndonjë ajër nga poshtë. Ajri i këtyre vajzave mund të jetë përdorur në formë shtytjeje. Ka mundësi. O, zot. Megjithatë do dëshiroja një komenti tuaj djema, sepse është vërtet për t'u habitur. Ne që t'jemi të informuar, duhet të informuar ato që na thonë, sepse ne në bazë të atyre që na thonë, ne nuk i kemi parë, por në bazë të atyre që na thonë, ne avionët shkojnë në një lartësi deri në 10.000 metra, 10-12.000 metra, okay, që i bie 10 kilometra prafërsisht. Dhe i duhet një shpejtësi nga 300 deri në 500 ose 700 ndoshta kilometra në orë për të udhëtuar. Kurse ky me këtë raketën nuk e di sa shpejtësi e përdori që shkoi në 11 minuta 100 kilometra lart. Me një fjalë 10 fishi i një avioni. 10 fishi i një avioni. Dhe për të shkuar në stacionin, siç thash, ISS, duhen atëre e bëjmë kështu. Do t'i themi këtij Bezos që të na japi një shtytse tjetër si kjo, se në këtë rast ne, nëse shkojmë deri në 100 kilometra me 11 minuta, atëre shkojmë tek ISS-ja në vend që të përdorim gjitha teknologji që duhen 10 orë, shkojmë me këtë sepse brenda një ore ne jemi atje. E thjesht. Dhe tjetra mund të shkojmë dhe në hënë me këtë. Me fjalë, ne për një orë i bie brenda një ditë e gjysmë, maksimumi 2 ditë, shkojmë në hënë. Ha? Zoti më lat. Duket sikur jemi në një burg këtu dhe vetëm diskutojmë sepse një pjesë e njerëzve, padyshim, nga këta që u duket sikur din, tallen. Por të paktën ne mundohemi që të informohemi me aq sa na japin, aq sa na dhurojnë, sepse nuk janë të gjitha këta që studiojnë këto hapësira, janë të gjithë privat. Nuk ka një shtetëror që thua që mund të bazohemi te ky. Megjithatë, pres komentet tuaja. Hajde, kalofshi një ditë bukur.